është një ekip i cili tregoi dominancë të plot kundrejt Paraguajit dhe patjetër investime ndër vite që ka bërë Amerika e sjellin në këto rezultate dhe në këtë lloj futbolli të luajtur që është totalisht i europianizuar. Ndërsa për ndeshjen që po zhvillohet, ndërkohë që po flasim, po shikoja pjesën e parë dhe shoh një Zvicër shumë të relaksuar, ishte shumë e lirshme në veprime, pra nuk kishte, po themi, një temp loje shumë të lartë, pasi në loj Katari u fut vetëm për të mbrojtur edhe për të bërë detyra taktike, po themi, në mbrojtje, zgjodhi autobusit në gjuhën popullore. E shikoj shumë të vështirë si grup, e shikoj interesant. Shko larg Zvicra? Mendoj se po, e ka kualitetin, i ka elementet dhe në kundrasulmet, ose po themi në aksionet e vazhdueshme, ka krijuar shumë, portieri i Katarit ka pritur vërtet mirë në pjesën e parë të ndeshjes, por lidhja që pash midis lojtarëve të Zvicrës me pasime, duke e ditur se ku e kanë shokun dhe